Muaji të Ramazanit po I vije fundi. Besimtarët musliman gjatë këtij muaji agjerojnë duke shpresuar se ky proces do t'u plotësoj lutjet dhe do t'u fal gabimet. Nesër është nata e Kadrit, një nga netët më të mëdha të besimtarëve musliman, në të cilën muslimanët besojnë se Kurani u zbrit në këtë natë. Kështu ka thënë edhe Hafiz Safet Hoxha. Nata e Kadrit e mor këtë vlerë, siç e tha edhe Hoxha Efendia, zbritja, fillimi I zbritjes së Kuranit. Kurani ka zbrit për Levh-i Mahfudhit, për pllakës së ruajtur në qiellin e tokës, edhe nga qielli I tokës ndaj Hazreti Muhamedit për 23 vite. E tash vetë pse ka filluar aq është I vlerëshëm ky libër për njerëzimin, vetëm se ka filluar zbritja e tij, atëherë kjo natë ka fituar atë vlerë aq të madhe. Hafiz Safet Hoxha gjithashtu tregon se çfarë thuhet kur arrihet të kalohet nata e Kadrit me besimin dhe përkushtimin ndaj Zotit. Besimtarët në vendin tonë I kanë përcjell këto nata e madhe, nata e bardhë, siç I thonë në Shqipëri, do të janë disa mrena vitit, mirë por nata më e madhe gjitha netëve të tjera është kjo nata e Kadrit, e cila është inshallah, siç thuhet në një hadith I pejgamberit sa kush e nxen natën e Kadrit apo e kalon natën e Kadrit me besim dhe përkushtim Zotin edhe me shpresë, do të I falen gjunahet. Hoxha gjithashtu foli edhe për obligimet financiare që është mirë t'i kryejnë muslimanët. Ai që falet, nëse mrin pasurinë atë në sabën atë sasinë që duhet me dhënë zeqat, tash është si vjet 7.500 euro diçka ashtu. Nëse këto fpari rrin aty në mbrana vitit, ai duhet me dhënë zeqat. Kjo është farz. Sikur Ramazani, edhe zeqati është farz. Edhe sadakaja është lëmosh, e cila mundet me dhënë njeriu sa don. Nuk e ka caktuar. Ama zeqati është I përcaktuar. Si në pasoni, si në kafshë, si në... Sa është I përcaktuar? Ajo 2.5% nipet, do thotë nëse I ka tash 7.500 euro, apo 10.000 euro, tash I jepet 250 euro jep. Në vit? Në vit. Po. 20.500, sot I shtohen do të jep. Një ashtu jep në kafshë nëse I ka do të lop dele e tjera, nëse se në është të përcaktuar nëse jep. Ky sadakaja nuk ka përcaktim, njëri jep 5 euro, 10 euro, 500 euro, mundet me dhënë gjatë tërkohës, nuk është edhe viti me kaluan. Ndërsa sadakatul fitri jepet vetëm tani në Ramazan. Zakonisht njerëzit e na mësuan prej natës madhe deri prej natës Kadrit deri para se mu falen Bajrami e japin sadakatul fitrin. Nata e Kadrit në Kur'an nuk ka ndonjë datë specifike, por thuhet se është në 10 ditëshin e fundit të muajit të Ramazanit.